Si e prita? Po. Me kënaqësi më të madhe. Kush nga emrat ju bëri më përshtypje? Atë tabakun duhet. Tabakun. Fatmir Gjaba, Erion Paraçe. Ato të pëlqejnë më shumë. Bazuar tek listat, kush do e marrë këtë mandat? Po, marrë kryeministri, është marrë gjithë. Them se pse ja. Keni dëshirë PD-ja? As po dënë se. Asnjë përshmëri? Asnjë nga emrat? As, Po kush parti doni që të fitojë? kush doj, Po për ju s'ka asnjë ndikim se cila parti e merr? po, besojmë te Partia Socialiste. Burra më të mirë s'ka. Gjithë. Gjithë, njënë më i mirë se tjetër. Si kam parë fare. Do të thënë ju nuk keni asnjë përshmëri nga këto votime? Po, përshmëria dihet. E di gjithë populli jonë. Jo, unë nuk e di për shembull, çfarë përshmëri? E di. S'kam çfarë të flas me, di edhe jo. Së rrodhat vajzën. Kush nga partitë e mëdha do e fitojë? Ai që është më i madh. Kush është më i madh? Ai që është më i gjatë? Dhe nga gjatësia matët, edhe nga gjatësia matët. E ka vesh një rrushit më shpejtë. Truj sala me zgjur, thuaj të vërtetën. Kish me zgjuar e budallën gjitha të çam me zgjuar. Unë pranoj kandidat e Partisë Socialiste. Tërë të mirë janë ata. E ka berë, kam qenë atëre komuniste, tani nuk jam, po e duart e nuk e kthejme. Bjenoj bombe. Çfarë bombe? Automik. Po do na zej edhe ne? Po inshallah na zë edhe neve. Edhe neve? Po mos më kap mua aty edhe atë na filmon. Inshallah shpëtojmë neve. Vetëm ne të tre? Neve të tre edhe ata na. Prap ti unë jam me Partinë Socialiste Tiranë. Me Edi Ramën. Po nuk jam me Sali Berisha, nuk më pëlqen. Se Partia Demokratike janë shumë të dhunshëm, ndërsa ne socialistët jemi më me nivel. Edhe pastaj këto të dyja partitë duhen ndërruar, po nga që është kandidatura e dobët, Sali Berisha nuk fiton. Edhe ne do votojmë për Edi Ramën. Nuk merrem tash me atë punë. S'mirën para me atë punë. Asnjë nga emrat se bëri përshtypje? Cila parti mendoni se do fitojë? Cila keni dëshirë ju të fitojë? Asnjëna. Po përse? Po pse s'punojnë për njerëzit, punojnë për veten e vet, mirë posh. Mo mbajt fëmijët e mi, se më moqën fëmijët. Nga listat e publikuara të deputetëve, cila mendon? As më intereson fare, nuk duhet të di se kush fiton. Nuk do votoni? Të gjithë hajdut do fitojnë. Më hyn punë asnjë deputet. As du të shoh suratin. As si kam parë, as si kam pritur. E di që do vete do votoj, do vete për të votuar, po e Për di kë do që... votoni? Po tash vota s'duhet. Vota nuk thuhet, po një të preferuar duhet ta keni. E kemi pas me kohë me vakt. Edhe me atë të rikemi kur. Do të thënë ky që është në pushtet. Po sigurisht. Pra ju do votoni për person. Patjetër ta deklaroj hapur. Cila nga partitë keni dëshirë të marrë pushtetin? Ai që është më i mirë. Kush është më i mirë sipas jush? Po si mas meje, gjithë janë të mirë, gjithë fitofshin, qoftë më mirë për ju. Kush i ka Për dhënë më brezin shumë e këtij ri. populli? Gjithë cili ka ato benefitet e veta. Pra për ju nuk është problem nëse vazhdon ky pushtet që është tani. Tash ai nuk varet dorën time, ne duhet bashkohemi gjithë dhe të bëjmë më të mirën për Shqipërinë dhe për brezin e jugut. Se ne kemi mbaruar moshën tonë. Inshallah për ju të jetë gjithçka më e mira. Ju keni pushtetin, ju keni jetën, ju keni çdo gjë në dorë. A do të ishte më mirë që brezi i ri të zgjidhte një të ri në pushtet? Patjetër. Ndryshimi ka të nevojshme se unë, sado që unë të mundohuna, unë nuk bëj dot siç e bati sot. PD-ja.